Shkojmë tani në Londër. Dhe Londra patjetër është një atrakcion turistik më vete. Ka shumë gjëra për të vizituar, edhe pse për ne është pak e vështirë për shkak të vizave. Megjithatë, lajmi në këtë rast është që Londra mund të bëhet së shpejti një nga qytetet e radhës në Europë që aplikon taks për turistët, pasi kryeqyteti britanik regjistroi plot 89 milion net qëndrimi vetëm gjatë vitit 2024 nga të dhënat e fundit. Një shifër rekord që ka rindezur debatin mbi ngarkesën turistike dhe financimin e shërbimeve publike. Dhe mbetemi tani tek analiza e ekspertëve. Sipas ekspertëve, një taks e tillë mund të ndikojë pozitivisht në rritjen e të ardhurave lokale, të cilat do të përdoren për mirëmbajtjen e zonave më të vizituara, investime në infrastrukturë, përfshirë transportin, hapësirat publike dhe sigurinë, menaxhimin e fluksit turistik, i cili, siç edhe e përmenda gjatë viteve të fundit, është rritur ndjeshëm. Megjithatë, me sa duket, ka edhe nga ata që tregojnë skeptike dhe që nuk e kanë pritur fort mirë idenë e aplikimit të një takse për turistët. Një nga këto njerëz është pikërisht Kate Nichols, e cila është përfaqësuese e UK Hospitality, e cila propozon dhe e sheh propozimin si të çuditshëm dhe argumenton se mund të ndikojë negativisht në sektorin e hotelërisë, i cili ende është duke u rikuperuar ekonomikisht. Një taks shtesë mund t'i dekurajojë vizitorët. Londra duhet të jetë konkurruese me destinacionet e tjera globale. Megjithatë, vendimi final i takon ministres së financave në muajt e ardhshëm. A do të ketë një taks të aplikueshme në Londër për të vizituar? Këtë mbetet të shohim se cili do t'jetë vendimi që do të merret nga instancat përkatëse në muajt e ardhshëm. Megjithatë, ka shumë vende në botë të cilat kanë aplikuar tashmë një taks turistike, po kujtojmë Venecian, apo edhe vende të tjera të cilat me sa duket e shohin këtë si një lloj forme për ta rimëkëmbur veten nga dëmet që shkakton turizmi, sepse e kanë ndërtuar tashmë këtë industri të forte dhe të qëndrueshme, por dëmet mjedisore janë prezente dhe duhen gjetur forma se si t'i shmangin apo se si të paktën t'i reduktojnë. Kjo sa i përket Londrës.